Këtë sezon turistik Shqipëria përmirëpret një rritje të konsiderueshme të turistëve nga vendet nordike dhe jo vetëm. Të dhënat paraprake tregojnë se prenotimet janë shtuar në 20 deri në 30% krahasuar me verën e vitit të kaluar, shumica të cilave janë bërë në mënyrë të organizuar dhe në avans përmes faqeve online. Piku i sezonit parashikohet të jetë thuajse plotësisht i rezervuar, ndërsa itineraret më të preferuara për vizitorët nordik janë Ishulli i Sazanit dhe bukuritë natyrore të Gadishullit të Karaburunit. Për turistët që shprehen për Blue TV, kjo është era e parë që vizitojnë Shqipërinë dhe shpesh vinë në grupe të organizuara. Peizazhet, manicet dhe mikpritja shqiptare i lë të befasuar, ndërsa për një pjesë të madhe prej tyre, një rikthim i dytë është thuajse i sigurt. Shqipëria edhe këtë verë po konfirmon rolin e saj në rritje si një destinacion turistik i preferuar në mesdhe. I love the view and the sea. Vim nga Parisi, hera e parë për mua që vi në Vlorë. Do të vizitojmë ndërkohë shpellat ujore të Karaburunit sot. Yeah, we are the first time here. We're making a road trip through Albania and today it's flooded. Kemi ardhur me një udhëtim në Shqipëri dhe sot ndodhemi në Vlorë për një tjetër udhëtim detar e në vijim do të shkojmë me programin ton. First time in Albania, yeah, we've been to Tirana and now in Vlora. It's really amazing. Këtu është një mrekulli, më bukur nga se prisnim. Hera e parë që vi këtu, kam qenë thjesht në Tiranë për të vizituar. Well, my friend been told me about his live. Vi nga Polonia dhe për mua është hera e parë këtu. Një miku im më sugjeroi të vija këtu dhe vizita do të jenë sot për Sazan Karaburun. Prej kohësh Vlora mbetet një nga qytetet më të vizitueshme nga turistët e huaj.